Sot jemi, si shikoni, në tregun e fruta perimit të qytetit tonë. Malli i gjithë tregtarëve të shkret është djegur. Nuk dim që ka ndodhur dhe themi autoriteteve ta zbulojnë sa më parë, por nga informacionet e para është për një shkëndi zjarri on peshor ose në Karikus. Megjithatë, një pakujtesi e vogël shkakton dëm tek të gjithë tregtarët. Më tepër, ky treg ka qenë i konceptuar keq, logjik, sepse që në fillim në krye terës ka pasi protestë për mënyrën se si është mbuluar, se gjatë sezonit braharit ky ka qenë më tepër si një serë dhe fakti tregoi se gjitha produktet, gjithë materialet e përdorura këtu janë djegur në mënyrë të rrufeshme dhe në të menjëhershme, gjë që kanë shqyqyer që kanë për herë të parë shërbimi xhafiksi ka fikur në kohë, që s'ka lënë dhe vazhdimin tjetër, se do të ishin kolosale për gjithë këta tregtarë, të cilën mundet e djesa kalamajve tyre që e kanë pas në për këto banaqe këtu, e shikojnë realisht të hedhur në prua. I bëjmë dhe një erthirje të gjithë organe përkatëse, para një zbulimi të shkaqeve të arsyeve inshallah së qëllimshme dhe dyta të dëmshpërblehen dhe të rikthehet sa më shpejt ky treg, sepse është funksional dhe ka me 10 tregtarë të cilën e kanë vetëm zburim fitimi për të mbajtur familjet e tyre.